Përshëndetje miq të dashur të emisionit Bota Jonë dhe të televizionit DTV. Po takohemi edhe këtë të diel për t'ju sjellur shumë risi në emisionin tonë. Sot në emision do t'i kemi të ftuar 3 nxënës të shkollës Meto Bajraktari, janë nxënës të klasës së 4, të cilët do t'na tregojnë për përjetimet e tyre gjatë këtij viti shkollor, sepse pothuajse jemi në fund të këtij viti dhe normalisht që eksperiencat të cilat i kanë pasur nxënësit janë të ndryshme, prandaj ne kemi përzgjedhur 3 nxënës të kësaj shkolle, të cilët do të na flasin në detaje se si ka shkuar ky vit shkollor për ta. Bashkë me mua është si gjithmonë Adia. Përshëndetje Adia. Përshëndetje Lirje. Pra sot i kemi 3 nxënës dhe ata quhen Eliona, Dielli dhe Tiara. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Çka ju pëlqen më së shumti te shkolla juaj? Neve më së shumti na pëlqen mësimi, por edhe aktivitetet. Mua më pëlqen më së shumti mësimi dhe argëtimi që e bojmë në mësim. Mua më pëlqen mësimi edhe shoqëria. Si ka qenë ky vit shkollor për juaj? Viti shkollor për ne u qeni mrekullueshme për pak sfida, por i mirë. Ky vit shkollor për neve ka qenë i mirë. Në fillim ka pas sfida, por normalisht me punë dhe për kushtim. Ky vit shkollor për klasën e 4 ka qenë shumë i mrekullueshëm për ne, se kemi pas shumë argëtime, aktivitete e njësa e tjera. I përmendët sfidat, vajza. Apo më tregoni çfarë konsideroni si sfidën tuaj më të madhe gjatë këtij viti shkollor? E Jona? Nuk është që kam pas edhe shumë sfida, por ndoshta ndonjë nxënës tjetër ka pas, po unë po them për gjithësi. Në përgjithësi. A ke pasur ndonjë rast ndoshta që ke pasur ndonjë synim të caktuar në ndonjë lëndë caktuar dhe nuk ke pasur mundësi që ta arritësh, ndoshta për shkak të kohës së kufizuar apo për shkak ndonjë arsyeje tjetër? Jo, nuk besoj që kam pas. Nuk e pasur. Diell? As unë s'besoj që e kam pas ndonjëherë Ndonjë sfidë. Po. Tiara? Unë për sfida nuk kam, por si që tha Jona, foli për përgjithësi. Përgjithësi, unë mendoj që ndonjëherë sfida mund të konsiderohen edhe ndonjë mësim, apo ndonjë diçka e re që mësoni gjatë atyre mësimeve, sepse unë mendoj që ju keni nevojë gjithë kohës që mësimdhënësit ju shpjegoj dhe normalisht që ndoshta me një shpjegim me njëherë nuk mund ta kuptoni, edhe ndoshta ndonjëherë mund të konsiderohen edhe këto sfida për juve si nxënës, apo a keni pasur ndonjë rast që keni pasur ndonjë njësi të caktuar që keni pasur pak më të vështirë ta kuptoni dhe keni pasur nevojë që mësimdhënësja të flet pak më zgjerimesht ose të përdorë ndonjë metodë më të lehtë që ju ta kuptoni atë, sepse unë besoj që në secilën klasë, sidomos në moshat e juaja, duhet të ketë rastet e tilla, sepse jo të gjithë fëmijët mund të mësojnë shumë shpejt. Ka raste kur disa fëmijë ka nevojë që mësuesit të shpjegojnë pak më gjerësisht edhe ndoshta në një formë pak më të lehtë, pak më të thjeshtuar që ata të kuptojnë. Besoj që në klasën tuaj ka pasur raste të tilla. Po, ka pasur. Ka pasur. Kur flasim për eksperiencën tuaj gjatë kësaj kohe, unë mendoj që ndonjëherë mund të flisni edhe për atë se çfarë ka ndodhur brenda klasës juaj, jo gjithmonë duke u nisur nga ana juaj, sepse fakti që jeni këtu, mendoj që mësuesja ka bërë një përzgjedhje shumë të mirë dhe ka sjellur 3 nxënës të shkëlqyeshëm, prandaj unë mendoj që ju nuk konsideroni ndonjë sfidë, por prapë mund të flisni edhe duke u bazuar se çfarë ka ndodhur përgjithsisht në klasën tuaj. A ka pasur ndonjë rast që mësuesja është dashur që të japë sqarime shtesë në lidhje me ndonjë njësi të caktuar? Janë disa nxënës që shkojnë pak më ngadalë, dhe mësuesja do të më ia shpjegoj më thjesht. Po. Pra në secilën klasë ka nxënës të tillë. Po. Adia? Po, çfarë keni mësuar gjatë klasës së 4-t? Gjatë klasës së 4 ne kemi mësuar lënda të ndryshme, por më së shumti, më së miri kemi mësuar matematikën. Në lëndët bazë ne kemi mësuar shumë gjëra të rëndësishme, sidomos në gjuhën shqipe, në gjuhën haptare, me i kuptu për shembull thyesat e mbledhjet,
e pjesëtimi e tjerë. A ka pasur diçka sa i përket matematikës që e keni pas më të vështirë? Si jo gjithmonë mund t'i kuptoni shumë shpejt. Ndoshta duhet kohë që të merreni me një njësi të caktuar ose me pjesëtimin apo gjëra të tilla, të cilat ju duajnë pak më shumë kohë që ti përvetësoni. Ne jemi ende të ri dhe lëndet nuk janë shumë të vështira, por me siguri për disa nxënës Ka vështirësi. ka vështirësi. E Jona? Ashtu si që tha Tiara, për disa nxënës mund të ketë vështirësi, për mua nuk ka pas edhe shumë. I kam kuptu gjërat letë. I ke kuptu gjërat lehtë. Edhe për mu, gjërat janë kanë shumë të lehta në matematikë, sidomos në plot mësim që e kena mësu 3, shumicën nuk janë kanë të vështira. A keni ndonjë lëndë që i keni më të preferuar, që mezi pritni që të vi ora dhe të mbani atë lëndë? Unë favorit, preferuar e ka matematikën. Matematikën. Edhe unë favorit e ka matematikën. Dhe unë matematikën, por dhe muzikën. Edhe muzikën. Dielli po thotë që matematikën, por njëkohësisht ndjek mësimet edhe në muzikë. A ke edhe muzikën, a vetëm matematikën? Edhe muzikën. Muzika është pasion yt, besoj, apo? Po. Por për pjesën e muzikës do të flasim pak më vonë tek aktivitetet që i keni jashtë shkollës. Adeja, ke ndonjë pyetje për nxënësat? Po, të mësuesja juaj, çfarë ju pëlqen mësoj shumë ti? Të mësuesja, po foli personalisht, është që nuk më pëlqen diçka për të, mu më do këtë perfekte si mësuesa. S'kam ndaj dallim që ka pas në keq, krejta është perfekte. Ajo është e butë me neve edhe nuk kam diçka që nuk pëlqej për të, është shumë e mirë. Të flasim pak edhe për aktivitetet që i organizoni brenda klasës në shkollën tuaj. A ka pasur ndonjë aktivitet që keni organizuar gjatë këtij viti shkollor, sepse gjatë gjithë vitit ka festa të ndryshme edhe normalisht ju si klasë organizoni që ti festoni ose ti kaloni ta themi këto data të caktuara në forma të ndryshme. Cilat kanë qenë organizimet më të mirat që i keni pasur ju gjatë vitit shkollor në klasën tuaj? Ka qenë njëra që ka qenë shumë e mirë, ka qenë 17 shkurti, kur ne kemi bo projekte të ndryshme dhe i kemi prezentu në klasë. Çka ka pas pjesë të atyre projekteve? Ka pas vizatimet ndryshme për flamurin e Kosovës. Për flamurin e Kosovës. A keni pasur ndoshta dikush prej juve ndonjë poezitë të cilën i keni kushtuar kësaj feste? Apo vetëm kanë qenë ato vizatimet të cilat i keni kushtuar datës historike për Kosovën? Ka qenë vizatime dhe histori për 17 shkurtën. Diell, për ty? Dhe për mu njëjë si qa Jona, ka qenë për 17 shkurti për histori, shkrime, lektyra, kësisane. Përveç 17 shkurtit, a ka pasur ndonjë fest tjetër e cila ty të ka pëlqyer organizimi që keni pas? Po, ka pas edhe 28 nëntori, që kem festu shumë, kem bu projekte, kemi qitë në flamurin e Shqipërisë në klasën tonë, kemi festu për 28 nëntorin. Tiara? Nuk është që ne kemi pas shumë role specifike për se cilin, por si që tha Jona, krejt e kemi pas ka një projekt për ta bërë. Ka një projekt. A ka pasur ndonjë tjetër aktivitet i cili ju ka lënë mbresa, sepse 17 shkurti në 28 nëntori, po besoj të gjithë fëmijëve ju pëlqejnë, duke qenë se organizohen festat, organizohen manifestime të ndryshme brenda shkollës, ka muzikë, ka këndim, ka valle e gjëra të tjera, kështu që a ka pasur diçka, ndoshta ta themi dita e tokës apo data të tjera të cilat ju keni qenë pjesëmarrës edhe ju kanë kriju ndonjë përshtypje të re, sepse çdo fëmijë, ta themi, këto festat historike i feston, por në lëndet e tjera ose në grupe të tjera nuk marrin pjesë të gjithë fëmijët. A keni pasur ju ndonjë aktivitet tjetër të cilin mund ta caktoni si më të veçantin? Më të veçantin mund ta përcaktojmë kur e kemi bërë për
ditën e paqes që e patëm dekoru klasën. E keni dekoru klasën? Po, edhe kur e kena pas ditën e librit, ne kemi bo libra prej letrës dhe për shembull i kena shkru për ndonjë shok ose shoqe. Edhe për ditën e tokës ne kemi vizatu, kemi mësu dhe ne argëtu për tokën. Kemi mësu shumë gjëra të reja për tokën. Edhe një qershori ka qenë ditë shumë e bukur për ne, fëmijët, edhe për atë ditë neve kemi bërë një program të krejt klasa. Çfarë keni përgatit për një qershorin? Kemi vallëzu në shesh tek Zahir Pajaziti. E kemi vallëzu për një vallëzim për fëmijë. Ju keni marrë pjesë në aktivitetin që është organizuar nga Komuna e Prishtinës, apo? Po. Dhe ju keni marrë pjesë me ndonjë pikë të caktuar, domethënë keni qenë pjesë e vallëzimit. Po. Sa kohë ju ka marrë që mu përgatit për këtë paraqitje, sepse ndonjëherë din t'jenë edhe të vështira koreografit që i mësoni. Por ndoshta mësuesit e mira i bëjnë më të lehta. Po, e vërtet është. Për disa nxënës ka qenë pak e vështirë për të mësuar me vallëzimin, por besoj që nuk ka qenë shumë gjatë derisa e kena mësu të gjithë. A keni qenë të përfshirë gjithë klasa, apo vetëm disa nxënës të caktuar? Gjithë klasa. Andea? Po, cila fest nuk një bërë asgjë, për shembull. Me siguri të dita e librit, sepse nuk është ditë që shumë njerëz e din, pra vetëm kemi bërë një festim të vogël në klasë. Nuk e dija kemi pas ndonjë festim që s'u kon qaq i madh për me festu na, ama ndoshta ka pas, ama nuk e dija i majnë men. Ne i përfshim si klasa jonë, i përfshim gjitha festat, edhe nuk besoj që ka pas ndonjë festë që se kemi festuar shumë. Gjatë këtij viti shkollor, a keni pasur ndonjë vizitë jashtë shkollës, ndonjë ekskursion? Po, kemi pasur shumë. Një nga tyre ishte në kinema, apo në shesh që kemi shkuar, më duket pak ditë pas kësaj dite. Kemi qenë në observator në kinema si statjara dhe kemi qenë në shesh. Kemi qenë edhe të faktor të ndryshëm, për shembull të faktori Vipa Qipsit, kemi qenë edhe në kinema edhe të tjerë, ka pas shumë. A keni pasur diçka të veçantë që keni parë të këto aktivitete, edhe a ju pëlqejnë më shumë aktivitetet apo vizitat në vende të ndryshme në Kosovë, apo aktivitetet që organizohen brenda shkollës? Unë besoj që janë më atraktive aktivitetet jashtë shkollës, vizitat e ndryshme më shumëte, apo? Po. Si e përjetoni ju këtë ndjesi? Mendoj që me zje pritni që me dalë edhe një ditë caktuar të shkollës me shku dhe me shetit. Është edhe mirë kur organizojnë festa brenda shkollës edhe jashtë shkollës. Një si sa e jona, është mirë me argëtu në aktivitete brenda shkollës, sepse ne mësojmë shumë gjëra, edhe jashtë shkollës, se mësojmë për shembull për gjëra historike. Dhe mu, si që ta jona, më pëlqen të dyjat, më duken njëjtë. Diell, tregu më herët që ti je pjesë e shkollës së muzikës Prenk Jakova, edhe para se flasim për aktivitetet jashtë shkollës që i keni angazhimet e juaja, kisha pas dëshirë ti e ke instrumentin e flautës me të cilin edhe interpreton, tash je në klasën e dytë në shkollën e muzikës, po para se të na flasësh për eksperiencën që e ke, unë kisha pas dëshirë që më na interpretu diçka dhe pastaj më vazhdo.
Të lumt. Je vetëm në klasën e dytë dhe po interpreton shumë mirë. Faleminderit për këta tinguj kaq të mirë që na i dhurove në studiot tona edhe për gjithë ata fëmijë të cilët janë duke na shikuar në këto momente. A mundesh më na fol për eksperiencën tënde në shkollën e muzikës, edhe pse ke përzgjedhur pikërisht që një aktivitet ose një shkollim paralel, ta quajmë, ta zhvillosh dhe pikërisht në shkollë të muzikës? Eksperienca në shkollën e muzikës është shumë e mirë sepse ne kemi aty pushime dhe verës ne mund të shkojmë aty dhe të mësojmë. Po ashtu e kom zgjedh flautën pikërisht sepse prej që jam kon i vogël. Ka pëlqyer si instrument? Po, fillim ka pëlqyer si instrument frymor. E ke pasur ndoshta mundësinë ta përzgjedhësh edhe klarinetën, por pse ke përzgjedhur pikërisht flautën, sepse më shumë tek flauta i shohim vajzat. Edhe ta shohim një djalë që po interpreton në flautë, ndoshta mund të jetë pak më e çuditshme, por normalisht një tenku është shumë e mirë, sepse ka raste kur i kemi raste të rralla kur vajzat interpretojnë në klarinet. Prandaj pse ka qenë lidhshmëria kaq e madhe pikërisht me instrumentin e flautës dhe ndoshta jo me klarinetin? Sepse flautën e kam pas talent, klarinetin mu ka do pak si me ma shumë fryme, ma i vështirë. Nuk të ka pëlqyer ndoshta shumë, edhe ndoshta si pamje. Po. Vajza, a keni ju ndonjë aktivitet apo ndonjë kurs cilin e ndihni jashtë shkollës? Unë kam kursin e anglishtës, por edhe pak do të hi në një kurs tjetër. Okay. Për tash, unë nuk shkoj në kurs, por më pëlqen shumë shkrimi. Të pëlqen shkrimi. Po. A ke ndonjë poezi cilën e ke shkruar? Për jos, kom shkru, ama nuk e kam me vete. Nuk i ke. Adia? Po, flautën, a mund të na tregosh disa pjesë të flautës që të pëlqejnë? Mua pjesët e flautës më pëlqejnë më së shumti kur kem muzika të çuditshme, të mira, dhe sidomos kur janë relaksuese. Cila ka qenë kënga më e vështirë që e ke bërë? Ka qenë një që i ka pas 12 vargje, edhe atë më kanë zënë ndonjë 3 ose 4 minuta me bu. Vajza, çfarë ja ka përshtypur juve që të vazhdoni në kurs apo në shkrim? Nuk unë ka përkushtuar asgjë, vetëm dua të bëhem më e mirë në sende, prandaj vazhdoj. Më falë që unë priva. A keni ndoshta ndonjëherë atë luftën ta themi mes veti në klasë kush do të jetë më i miri? Sepse unë mendoj që nxënësit luftojnë shumë që t'jenë të parë gjithmonë. A ekziston ajo mes juve që dikush dëshiron që t'jetë i parë dhe të tjerët pas tij? Edhe unë besoj që edhe ju ndoshta edhe kjo është arsyeja pse ju dëshironi që të merrni një hurinë nga të gjitha anët e mundshme, që vetëm dilni të parët në mësime në klasë. A është ashtu? Po. Kush për momentin në klasën tuaj është nxënësi më i mirë apo jeni disa? Jem disa. Janë disa nxënës që janë më të mirë. Jemi të dalluar me mësime. Besoj që shumica e klasës mësojnë, apo? Po. Sepse të mësosh në një vend ku të gjithë janë luftarak dhe ambicioz ta quajmë, edhe të tjerët ndoshta që janë pak më pasiv, aktivizohen dhe e gjithë klasa bëhet një klasë shumë e mirë. E vërtet. Adeja? Edhe më në klasë ka ndodhur që jemi shtyrë në mësime apo në gjëra të tilla, pra a mund të na tregoni ndonjë gjë që jeni shtyr më së shumti? Nuk jemi që shtyjem shumë, por më së shumti shtyjem për mësime apo për talenta. Si thot Jara, më së shumti shtyhemi për mësime, sepse mendoj që jemi më të zgjuar se tjetri, po kështu jemi gjithë barabartë. Njëjtë si tjara, nuk shtyhemi shumë, por më së shumti për mësime, kush është më i aktivizuar në klasë.
Adeja është nxënëse e klasës së 7, ka shkollën aty afër shkollës tuaj. Edhe normalisht edhe kjo flet për eksperiencat e saj, edhe sot besoj që ka qenë në një farforme ka bashkëndjesh shumë me juve, sepse gjitha ato që keni diskutuar ndodhen edhe në klasën e saj. Edhe tash kohëve të fundit ka pasur edhe teste, është dashur që të pyetet në disa lëndë të caktuara, sepse fundi po vjen. Jemi në javët e fundit të shkollës, pra aktiviti shkollor. Kështu që keni pasur edhe jo këto kohë në teste të ndryshme në lëndë të caktuara, ose keni pasur rast që keni marrë një notë edhe nuk ju ka pëlqyer, pastaj keni dashur që ta rregulloni atë notë duke u pyetur? Ne jemi nxënës të mirë, pra nuk ndodh shpesh, por ka disa nxënës që nga njerë trishtohen nga testat. Nga vlerësimi, apo që marrin? Po. Është e vërtet, sepse disa nxënës janë më të ullët se disa që janë më të zgjuar, sepse që nuk ndodhë shumë herë, veç pak ndodhë. E Jona? Në teste ka disa nxënës që janë pak më mbrapa, për të arritur pak notën pyeten. Për vete marrë notat mira. E cila është forma e vlerësimit që ju pëlqen më së shumti? Me teste, aktivitet, duke u pyetur, me projekte, me çka ju pëlqen më së shumti? Aktivitetet janë më të zhvilluara, por prap testet janë më për mësim. Mua më pëlqejnë më shumë në projektet, sepse më së shumti në klasë bëj unë projekte, se sa disa tjerë. E Jona? Edhe projektet janë të mira, por më shumë për test. Më shumë për test. Po. Para se ta përmbyllim pjesën e parë të emisionit, besoj që Adia mund të ketë ndonjë pyetje, apo ju mund të keni ndonjë mesazh që dëshironi me përçu tek fëmijët e moshës tuaj. Adia, ke ndonjë pyetje? Po, edhe një pyetje kam, cili ka qenë testi juaj më i vështirë që keni bërë? Testet nuk janë shumë të vështira, me që ne jemi ende në klasën e 4, por më i vështiri do të jetë ai në shkallësi për jetë. Për mua nuk ka pas ndonjë test të vështirë, ama ndonjëherë për disa tjerë ka qenë njeri dhe natyra. Mu nuk më duken testet të vështira, por nga njëherë kam të vështirë në shkallësi për jetë. Edhe për fund, a keni ndonjë mesazh që dëshironi me përçu tek nxënësit e moshatarë të juaj, apo edhe ata të cilët janë më të vegjël se jo? Besoni veten edhe mos u dorëzoni. A dëshironi ta thani që të tre një zëri, a është ta themi kjo motoja e juaj? Me thonë të tretë me një zjarë. Atëherë, 1, 2, 3. Besoni veten, mos u dorëzoni. Edhe njerë. Besoni veten, mos u dorëzoni. Jo lumt, unë besoj që kjo është një mesazh shumë i mirë për gjithë fëmijët të cilët po na ndjekin këto momente. Atëherë të dashur shikues të emisionit Bota Jon, kaq kishim nga pjesa e parë e emisionit dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë ku Adia do ta pret një vajzë e cila ka shumë për të thënë. Rikthehemi prapë në studio dhe kemi një vajzë që quhet Mida Llozhani. Përshëndetje. Përshëndetje. Sa vjeçare je? Unë jam 9 vjeçare. Në cilin klasë? Në klasën e 4, në shkollën Mihal Grameno. Çfarë poezi shkruan ti? Unë shkruaj shumë lloje të poezive, por më së shumti mund të them që shkruaj për lloje të festave, për prind, familjar e të tjerë. Kush të ka ndihmuar më së shumti të shkruash poezitë? Në këtë rrugët e më ka ndihmuar mami dhe babi. Por vjershat i kam krijuar vetë nga mendja ime. Por mami dhe babi kanë qenë dhe mësuesja kanë qenë gjithmonë brapa shpinës time. Cila poezi të pëlqen më së shumti? Po ka lloje të poezive, po mua më së shumti dhe është shumë e gjatë është Amaneti i Lirisë.
Çfarë reagimi kanë bërë shoqet e tua që kanë dëgjuar se do të shkruash poezitë? Kur kanë kuptuar që unë fillova të shkruaj poezi, kanë filluar dhe një varg tjetër të klasës time të shkruajnë poezi. Cila ka qenë poezia më e vështirë që ke shkruar ti? Nuk besoj që ka pasur poezi të vështirë, por i kam shkruar me mendjet time dhe jam munduar që t'i shkruaj aq ma mirë dhe aq ma bukur, po ashtu e aq ma thjesht. Ku t'ardh ideja që të shkruash poezitë? Kemi qenë në klasë dhe mësuesja ka thënë që të shkruajmë një poezi çfarë të duam. Dhe pastaj, kur e shkruaj të poezin, e kam shkruar me shumë rima dhe shumë mirë. Kur u ktheva në shtëpi, mami më tregoi po ashtu që është si trashëgimi që dhe familjarët tonë kanë shkruar libra dhe qatë herë unë kam vazhduar të shkruaj poezi që të arrit diku. Sa vjeçare ke qenë kur t'erdhi ideja? Apo unë kam qenë në klasën e dytë, nuk e di sa vjeçare, nuk më kujtohet. S'ka lidhje, ato më duket mirë që ki filluar të shkruash poezi që jenë në klasën e 4. Cila poezi të ka ardhur më mirë që ke shënuar? Poezia për babin më ka ardhur më së mirë. Po ashtu edhe për mamin mësuesen dhe Amaniti Liris. Cila shikojmë disa certifikata që ke fituar ti, a mundesh të na tregosh disa? Po, unë në klasën e parë, kur kanë qenë, mësuesja na dhuron këto yllat e klasës, por unë i kam fituar në lëndët më të mira në matematik dhe gjuhë shqipa. Shumë bukur. Po ashtu, unë kam dhe në kurse, shkoj në kursin e basketit dhe e kam fituar këtë medalje kur kemi bërë një gara e parë që kam qenë në atëherë. Në disa certifikate që ke bërë, cila të ka pëlqyer më së shumti? Më së shumti më ka pëlqyer lavdat për art, se po ashtu unë merrem dhe me art. Shumë bukur. Në kurs nuk shkoj, por vetëm e kam si pasion. Unë kam shumë pasione. Okej. A vizatën ti në shtëpi apo vetëm në shkollë? Po, unë vizatoj, por i kam sjellur edhe disa vizatime. Vizatimi që kam bërë me hiezem të paren është kë. Mundesh t'ja tregosh edhe pa kamerës. Shumë bukur. Tjetër e kam pasur këtë vizatem. Çka të ka përshtypur ty të bësh këtë vizatim? Atëherë e kemi pasur 28 nëntorin dhe çdo fëmijë ose klasa jonë, kush ka dëshiruar mund të sjellim ndonjë pikturë. Unë e kam gjetur një qësi pikture, e kam zgjedhur një me të theksuara dhe një e kam bërë me të qelta, këtë e mbajta për në shtëpi, në dhomën time, dhe një tjetër e kam dorëzuar në shkollë. Në shkolla ka ndonjë projekt që ke bërë dhe ke lënë atje? Po ka shumë projekte, ka hamera, po ashtu e kemi pasur edhe titullin e poezive të mia e kam bërë një hamer. Po ashtu e kam këta për 17 shkurte. E kam bërë në
pelhur. Kë ka qenë vizatimi im i parë, këtu më ka ndihmuar pak mami dhe djali halës sepse është piktor. A do diçka të tjera? Jo, për poezi jemi duke folur më së shumti. Poezitë e tua, çka të ka tërhequr taj? Çka të ka pëlqyer taj? Te poezit. Poezit, po. Më ka pëlqyer që kam shkruar vjersha dhe kam bërë vjersha të bukura dhe më kanë plasa, më kanë, si të tham, më kanë... Të kanë dhënë dashuri. Po, edhe tani unë kam vazhduar shumë sepse ka qenë një rrugëtim i gjatë, por po ashtu mësuesja më ka thënë që edhe më të lehtë, edhe më të mirë për më bërë fjesha dhe ideja, nëse nuk ke ideja për çfarë të bësh, ti mund të bësh edhe për ëndrat që i shikon. Ose për gjërat që i ëndërron. A mundesh të na lexosh ndonjë poezi? Po, unë kam përzgjedhur një poezi, Amanetin e lirisë. Tani një lexu. Po. Amaneti i lirisë. Në zemrën e Kosovës një këngë ngrit, me gjake me lot, me shpresë me dritë. Shekuj të gjatë, me mund dhe me plak, u shtrua kjo rrugë, me gjake me sagë. Nga kullat e vjetra, je hon një zë, nga zemra e popullit, thirrja për atë dhe. Në çdo vartë të dëshmorëve, lullëzon një pranverë, në zhamanit të tyre, rron një flamur i vërtet. 17 shkurti ditë e bekimit, ditë e liris, ditë e gëzimit. Flamuri valon, i kaltër mbi ne, yllat ndriçojnë si shpresë për atë dhe. Nga pregazi jahon trimëria, ti e betimi i zemrave të gjalluar. Kosova ime krenare e re, ti e këngë që spushon atë dhe. Në sheshët të mbushura populli këndon, me flamur në dorë, me zemër që shpreson. Në sytë e fëmijëve, një dritë e pastër, një ardhmëri e ndritur, një rrugë e qartë. Le të kujtojmë ata që ranë, ata që jetën për liri e dhanë. Me gjake me zemër, rrugën e ndërtuan, Kosovën e lirë për jetë të trashiguan. Kosovë ti e dritë në sy, ti e këngë që së ndryshon kur më aty. Ti e flamur që ngrihet lartë, ti e historia që s'ka mbarim s'ka kartë. Ti e amaneti i brezave të shkuar, ti e betimi i zemrave të gjalluar. Në çdo fshat, në çdo qytet, Kosova këndon, jam e lirë për jetë. Është shumë kënaqësi të dëgjoj këto fjalë. Ku të erdhi ideja të shkruash pikërisht këtë titull dhe këtë poezi? Më erdhi ideja në bazë që ke festa e flamurit, festa e 17 shkurtit dhe ne kemi festuar jashtë mase. Por këtë poezi e kam pasur për program, por atëherë unë kam munguar në shkollë dhe juria nuk kam mujtur të presin për pak, por e kam lënë për një program tjetër që do të vi në 17 shkurt. Ka qenë një poezi jashtë mase bukur dhe kemi festuar jashtë mase për atë ditë dhe më ka ardhur ideja dhe ne, familja jonë, e bëjmë si me radhë me dalë para familjes dhe të bëjmë çfarë të duam dhe mua më ka rënë në mend dhe kam pasur shumë orë, minuta, ndashta për të shkruar këtë poezi. Për këtë poezi
Çfarë të kanë thënë mësuesit dhe shoqet e shokët? Mësuesja ka dëshiruar që të më çojë prap në juri, por nuk ka mujtur dhe e kemi bërë si festë dhe në klasë dhe kam dalur, kam për të recituar, të gjithë kanë tuar trokitur dhe kanë thënë shumë bukur e ke bërë. Në familja janë befasuar që fillove të shuash poeziti. Po, më së shumë të u befasua mami, sepse mami nuk e ka pritur këtë gjë, prej meje sepse edhe mami ka dishtur të shkruaj dhe i kemi të ruajtur poezitë e veta. Jashtë mase të gjithëve gjyshës, po kjo trashëgimi ka ardhur nga gjyshja. A mundesh të na tregosh mesazhin tënd për fëmijët që shikojnë tani? Për të gjithë juve, mos i ndalni kur ëndrat dhe vazhdoni çfarë ëndrë të dëshironi të bëni. Ishte kënaqësi që ishe sot me ne dhe pra erdhi fundi i këtij emisioni. Besoj që do të vazhdosh në poezitë tua dhe uroj suksese. Po ashtu kjo është hera parë që jam dalë në emision dhe do të jetë një ëndër shumë e bukur. Faleminderit. Pra erdhi fundi i këtij emisioni, besoj që ishte kënaqësi të jetë të gjithë këto aktivitete dhe shpresoj të kaloni mirë.